Po, ndërkohë, cili është një prej fakteve që të ka pëlqy të zhvillimi modern, të nonat e reja që e bëjnë, qoftë fjetja në shtratat ndryshëm, qoftë çka do në proces që ti mendon që mirë që ka ardha ndryshim. Po. Edhe që e falenderojmë epokën e re, edhe internetin për vedisim. Rejat e mia janë bazu edhe në mu, po edhe në internet. Po. Une i përgëzoj, nëse kanë kushte, i përgëzoj nanat që deri në 6 muaj dit bebën e majnë dhomë. Po. Edhe e kanë nën kontrol. Po. Pas 6 muajve e qesin dhomë të vetë. Po. Reja jam e ka pas fëmijën e dytë, kur e ka qitë. Mu, si gjyshe, mu dhim, këthisha, ku e datë prej dhome, tash që shpeqit një kam ja u zhuki djali madhe, ishte 4 vjeqar, isha ka me zhu. Mu dhim ke, po, për etikës time nuk mu isha me thonë që, adin, merë... Profesionalisht ka qenë korrekt. Profesionalisht ka qenë, maje edhe pak si po më dhimet për shkon. Por, qudit trisht, kur ka qaj i vogli, natyrisht jenë që print edhe e kanë djek me kamere dhe kanë regullu. Po mësun, dytë me flejt. Njeni tjetërin, mës mi aprish gjumin, e kjo qoj këthi ke, babi që tash vjen, babi që tash... Do me thonë, veç u mishnuaj me ligjin që edhe vlau më ka arë këtu, edhe shumë ma sigur të kanë di vetën edhe ma i madhe dhe ma i mirë. Ate e kom përgëzu, kom thonë, kjo është e mirë. Se edhe fillon socializimi me vla, por jo në një shtratë, jo me fjetë në një shtratë. Gabimin e madhe bojnë gra që e marin fëmijën në shtratë. Për shembull, zonë Razi, për dallim prej juve, që e keni edhe profesion, ka shumë gratë e gjeneratës tënde që i quajnë vajzat ose nuset egoiste nëse e bajnë këtë gjest që sapo ti duar trokite me vendos fëmijën në një dhomë tjetër. Me thonë edhe këto është pak konflikti i moshave. Se disa gratë moshës tënde nuk e quajnë gjest mirë me fëmijën prej dhomës. Kjo është punë karakteri, edhe punë që nuk e respekton absolutisht vendimin e nusës. Nëse na nuk jena ato që na dominojna, unë jo mami edhe dominoj për mi dëshirën e fëmijëve të mi. Nëse fëmija mi kanë vendos me qitë bebën mas 6 muajve në shtrat, me vllaun e vetë me flajt, unë e veç muna me i dur tërkit. A qohen një here, a qohen 10 herat, a prind kanë muqu, që aty, a e kanë ma keq, a ma mirë, ata kanë vendos. Une nuk jam e cila vendosi për 2 prind që ka bojnë. Une vjehrat munën me dhanë, edhe nanat e gjyshes munën me dhanë dashuri, këshillat nëse ju kërkohet, por jo dominimi, me thanë, une di edhe kam përvoj edhe qështu ki me vepru. Absolutisht jo. Absolutisht jo.